Nuk ndodh mas pari në shtet laik, udhëhec fetar me u përfshin ligjë zgjedhore. E para. Nuk ndodh në shtete laike. E para. E dyta, edhe hajde po thojmë që po ndodh. Deda, s'është ndaluar. Jo, s'po thom e ndaluar. Edhe Mulla Osman Musliu nuk është njëri nga përvoja të demokracive që i kemi rritit dhe evokionet dëshmojnë që është ndalume, po në nënkuptuar që nuk banë. Ajo tash në Nuk duhet nënkuptuar, duhet precizohet. Se këtu problemi është që gjërat që janë precizuar me ligj po shkilen, se këto që ka drejt Mulla Osmanit kandidoj. Jo, ka të drejt nëse e len frokun e kishës ose xhamisë atje e palon, edhe nuk den mo para xhamatit tina, më falë. Po, edhe ka pas interesant për... Sepse opozimja e klerit në shtet është ndalume me nenin 8, këto e din gjithkush, kush e lexon kush e. Çfarë kleriku me çfarë pikpame vetëm do bëjnë ndërhyrje me ty deda këtë. Ama kjo është në kuadër të kësaj. Më ndihmo afërdita nga regjia, ma sjell një fotografi të vjetër e cila po poston në rrjetet sociale, po postohet në rrjetet sociale dhe ku jam në një debat kok më kok